Për mua pastaj ishte një përballje kështu shumë traumatike, do thoja. Nëse do bëja një krahasim mes dy shtatzanive, tranzicioni nga pa fëmijë në një fëmijë ka qenë shumë herë më i vështirë se sa nga një fëmijë tek fëmia e dytë. Po. Sepse siç po ta thoja unë, domethënë deri atëherë jeta ime kishte qenë shumë e rehatshme. Domethënë isha në punë, sigurisht i kisha këto përgjegjësitë, por gjithsesi nuk kujdesesha, nuk më dashur të kujdesesha për dikë tjetër apo të mbroja dikë tjetër apo qoftë të organizohesha me punët e shtëpisë, sepse edhe kur u martuam, ne u martuam në 10 orë, domethënë Albani edhe unë shumë tipa sportiv, kështu, nuk është se jemi tipa të fiksuar mbas roleve tipike gjinore. Në shtëpi, po. Edhe kur erdhi Florani pastaj, unë duhet të isha shumë e përgatitur domethënë të rria pa gjumë. Ku isha mësuar unë të rria pa gjumë? Ai qante shumë, unë nuk e dija se ç'a kishte. Unë kisha lexuar kaq shumë gjatë shtatzanisë dhe nuk kisha lexuar asgjë pas shtatzanisë.